Shqiptarët përbëjnë grupin më të madh të personave që kanë kërkuar azil në Holandë gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, teksa në organet kompetente holandeze janë depozituar në total 480 kërkesa. Autoritetet në Holandë gjykojnë se ky fluks është i pakuptimt sepse Shqipëria bën pjesë në listën e vendeve të sigurta dhe se shanset që qytetarët e saj të përfitojnë azil janë zero. Ministria e Brendshme holandeze thot se dalja e Shqipërisë në vend të parë për nga numri i kërkesave është ndikuar edhe nga ulja e numrit të emigrantëve që vijnë nga lindja e mesme, si pasojë e mbylljes së kufijve të Ballkanit. Gjatë vitit të shkuar në Holandë u pranuan vetëm 4 azilkërkues shqiptar, ndërkohë që janë refuzuar plot 795 kërkesa të tjera. Për mediat është prononcuar edhe kryetari i Këshillit Koordinues për shqiptarët në Holandë, Zekur Sheu, i cili ka deklaruar se shqiptarët nuk bëjnë dallimin midis azilit dhe emigracionit. Ai shton se ata emigrojnë për një jetë më të mirë dhe se vetmja gjë që shpresojnë është që të gjejnë një punë. Qeveria holandeze ka komunikuar në muajin janar se shumë shpejt do të vendosë në dispozicion linja të veçantë avionësh për të deportuar sa më shpejt qytetarët shqiptar në vendin e origjinës. Deri më tani një gjë e tillë nuk ka ndodhur, që prej janarit të vitit 2015, 385 azilantë shqiptar kanë pranuar që të kthehen vullnetarisht në Shqipëri. Atyre ju është paguar një bilet avioni si dhe u është dhënë një shumë parash prej 200 eurosh.